Veç nëse më shumë shkurt më lidhë të jeton, nuk besoj që ka të bëj me aspektin e gjenezës, se a je Prishtinës, a je rritë në Prishtinë, a kemi në Prishtinë. Kemi kanë Bisar, veç pak ti me shkuen të qyteti Zotit Qeku, atje. Qytet atje. Veç pak, nëse 10 vjetë ketu, pasha Zotin, bile atje, që shi kanë marrë shumë njësit Turqelia, mojnë vetit, Anastasion Heq, bile nuk të bojnë hesap. Nëse ki angazhim qytetar, po flasë, tondim personal, nëse ki ide dhe ki një plan program cilin te ofra, nuk po du mi dalë mbrojtja Herolla Qekut, po që këtë diskurs është për mu diskutu. Po që do kone killën Mitrovic, Arjan Tahiri, a ki që është e njëta. Arjan Tahiri jeton në Prishtinë breu. Po, ajo Lebreu rrit atje, ka familje. Në Mitrovic, na nuk mundëm me kap në këtë kontekst. Për shambull në Prishtinë, na kena ma shumë banor që hynë edhe dalin, edhe janë jo rezident, se sa rezident në krye qytet. Po folje për ata që jetojnë këto rezident në ndërum. Edhe nëse e logaritëm këtë kontest, i bjen që edhe ata që janë jo rezident, nuk do të më arë me jetu në Prishtinë, më zhvillu në Prishtinë, se nuk jenë të Prishtinës. Jo, është diçka tjetër, me ta udhesh, komunë është diçka tjetër. Një se cili që vjen, i kryin 4 vite studime në Prishtinë, se shumicat që ashtu, zakonisht për herë të parë, kanë ardhur dhe vinë në Prishtinë, e kanë mundësin mu njoft me qytetin, me problematikat. Mas nej, kur do në fati me kanë edhe pjesën i listës, a e diçka tjetër, diçka tjetër. Ne kem pas për shembull në listën e vetëvendosjes nëse e mon men në 2015 ose 16 kur ka fitu shpendi për herë të parë, pjesa dërmuese e listës vetëvendosjes kanë qenë jo të Prishtinës, për asamblej komunale. E duni një mendim pastaj flasim më shumë. Ismet, konkretisht çu që ke po debatet para se